Grupi Eona Labe ka reaguar për televizionin 6+1 Vlora gjatë kësaj të diele në lidhje me skandalin e publikuar nga kompania e Bulmetit Erzeni, e cila ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik, pasi shumë artistë, studiues dhe qytetar e kanë konsideruar fyerje të hapur ndaj këngës Labe dhe figurës së këngëtarëve. Për televizionin 6+1 Vlora, reagoi gjatë kësaj të diele drejtuesi i grupit Berdo Berdaj, si dhe poeti i grupeve Labe Namik Jahaj. Grupi Eona Labe cilëson si një denigrim që ish bërë antarëve të këtij grupi, mjeshtrave të këngës Labe, thot drejtuesi i grupit Berdo Berdaj, i cili paralajmëron se do t'i drejtohet organeve kompetente ligjore për këtë skandal të kompanisë së Bulmetit Erzeni, një kompani e cila jo vetëm helmon me qumë shprur qytetarët, por përpiqet të helmoj edhe këngën Labe, gjë që nuk do t'i arrijë sipas tij. Nuk e kam problemin me reklamën e qumshit Erzeni. Unë e kam problemin me denigrimin e këngës Labe që kërkon që kjo reklam t'i bëj vlerave të traditës së labërisë. Dhe nuk e kam problem unë pse zotëria me qumë shplur bën reklam, por nuk ma merr dot fytyrën ai plur, sepse lisat nuk rrëzohen nga hardocka. Por problemi këtu është problemi i këngës Labe në tërësi dhe gjithë labërisë. Në këtë moment ishte fati jon i grupit Eona Labe që u deformua dhe u poshtrua në atë formë që atë as shekuj të tërë nuk e kanë kaluar të shekuj të tërë dhe këngën Labe e kanë vlerësuar dhe pushtuesin. Imagjino të pushtohet nga një kompani që unë nuk e di, se s'jam i sigurt që e kanë bërë ata kush e ka bërë, po përgjegjësia ligjore do vej deri në fund. Neve do ta mbështesim gjithë këtë dhunim që i kanë bërë këngës Labe, do ta çojmë deri në fund kush janë përgjegjësit kryesorë që e kanë realizuar këtë. Ç'bërë çua kemi. Ne jemi në punën tonë, ne kemi mbajtur me gjakun tonë. Dhe institucionet shqiptare duhet të reagojnë. Ministria e Kulturës duhet të jetë mbështetje me ne. Po kur thonë që UNESCO është mbrojtëse e këngës Labe dhe këta bile duan ta bëjnë dhe polifoni që nuk ka lidhje me ne, ka lidhje me labërin, me këngën Labe. Dhe këta me këto gjëra që kërkojnë ta denigrojnë, do të thotë të zhdukun identitetin e një vendi dhe një pozicioni. Bile Shqipëria edhe Shkodra është labëri, po tjetë për të ruajtur kulturën dhe vlerat. Edhe Vlora është Shkodër edhe është labëri gjithë Shqipëria për të ruajtur standardet, edhe jo standardet se standardet fjellë e re, po për të ruajtur vlerat që i kemi shekuj të tërë. Dhe kënga Labe ka lindur, kur kanë lindur njerëzimi, o zotëri, ka lindur, nuk është që ne jemi studios, ama studiosi që paguajnë për këto, ta shkatrojnë në këtë formë dhe të mos të reagojnë, kjo është një turp kombëtar, dikush do thotë që s'kini nge ju të mirëni me problemet që ka hallet ky vend, po ky është një hallë, ky është që shkull në gurën e themelit. Identiteti jonë është gjua dhe kënga Labe. Dhe kënga Labe flet vetë, nuk flet pluri i një kompania, apo nuk e di kush e ka organizuar. Këto neve do t'i çojmë deri në fund dhe nuk i ndajemi, sepse na kanë fyer, na kanë marrë fytyrën. Për këtë çështje foli edhe Namik Jahaj, poeti i grupeve Labe, i cili edhe ai e vendosi theksin tek denigrimi që është bërë këngës Labe dhe tek masat që duhet të merren për të ndjekur penalisht kompaninë e Bulmetit Erzeni. Sot ti ke ndëshkuar labërin me një reklam paçavure që cila ka marrë për masat jashtëzakonshme. Shtron problemi Berdoa, që Berdoa nuk flet si Berdoa. Absolutisht asnjë nuk ka folur kështu. Është zëri i labërisë, edhe pse është investitor real i labërisë për këngën Labe. Me ka siguruar një pasuri të jashtëzakonshme vetëm ky si grupes ideal. Por thelbi është që, ore zotëri, këtë pasuri kombëtare, ti pse se mbron si institucion? Kush je ti si bashkik mulon kulturën, ti si qark mulon kulturën, ju deputet që jeni përfaqësues të tanë, çfarë po bëni? Pse se ngrini zërin në parlament, pse se kërkoni të kjo të ratifikohet dhe të vej guri në vendin e saj? Ky është një problem shumë i madh. Ky indiferentizëm, kjo heshtje bën që spekulatorët bëjnë këtë gjëmën e madhe.
Kjo është një problem impret dhe është denigruar Labria. Dhe si e tillë do të marrë atë ndëshkim. Nuk është thjesht për unë mendoj dhe drejtësia duhet të thotë fjalën, do të thënë, nëse ka ndonjëherë shansin e saj historik, duhet ta thotë pikërisht për këtë gjë e madhe. Që Kënga Labe të vejë dignitetin në vend. Nëse nisen që unë do shkoj te Erzeni se është pushtet ekonomik e do fillojnë këto aferat, do të thonë turpi është po aty dhe do jetë akoma një bum i madh. Ne do mlidhem shpejt deri në 15 qershor, do jeni prezident, do bëhet kuvend i madh i Këngës Labe, do ta kthejmë në solucion. Do ta mbrojmë, do dalë për zot, ne kemi gjallë dhe të gjithë të rinj që kanë që sot po na mbështes fuqishëm.